efektin e kësaj prezence. A jeni lumtur edhe për gjuhën e përdorur në këtë fushat, duke pas parasysh që gjuha ka qenë shumë më e zbutur se sa në të kalumen? Tani, unë edhe në këtu në paraqitjen e parë që kam pas në fillim të fushatës me ju, kam thënë që roli i LDK-s është paka shumë edhe emancipues së skenës politike, dhe besoj që viti kaluar ka luajtur një rol në vetëdijsimin e gjuhës së përdorur, krahasuar sa i përket LDK-s dhe fushatës sonë nuk ka pas ndonjë dallim, sepse edhe herën kaluar ka qenë e motor e qetë programore. Kundërshtarët politikë kam thënë që më tepër e kanë një gjuhë si taktikë elektorale se sa bindje, por siç e kam thënë edhe diku tjetër, po them sonte këtu nuk bën dallim mes hajvanat e zagar, zagarica gjuha është e njëjtë, paka shumë, pra do të mi ul tonet në fushat elektorale gjithë pa përjashtim, sepse ofendimi nuk krijon atmosferë të mirë përbashkuese, sidomos ndaj votuesit tjetër që mundet me qenë, është shumë normale, mos me të votu ty, po s'ka nevojë me fundutja tjetër. Ti dush paraqeshës programin. Ajo që ka mungu kësaj fushate është natyrisht gjëja kryesore, është ballafaqimi. Jo vetëm ballafaqimi në nivel të kandidatëve, për cilën besoj që po tregojmë papjekuri politike, por edhe ballafaqimi strukturor në fusha caktuara. Unë do doja shumë që njerëzit tanë të ekonomisë ballafaqoheshin me njerëzit e vendosjes, kështu që populli i Kosovës të shete, ose të teknologjisë informative. Po kur s'ke me kënd ballafaqohesh, ose shëndetësisë, ose të arsimit, pra jona, tel me dikë tjetër. Ekipi tjetër ekonomik, Berati, Hikmetja, Besiani, Albani, Avdullah dalin me ekonomistat e tyre. Jurisat tonë, do Arsa, Shkëmbi, Arbenit e tjerët, dalin me jurisat e tyre. Teknologjia informative Ermali, Astrid Desku, le dalin me ato këtë që e kanë. Qa kompani debat në një vend, kur flisi për teknologji informative, tash teksa kandidati jonë prezentën të planin për teknologji informative, e thike, po na kena shtëri mbuleshmërinë verit Kosovës. S'ki as me kënë me folë, sepse janë tema shumë thella, por që i kanë mungu skenës politike në Kosovë. E besoj që qytetari kishë përfitu shumë. Edhe kishë mësu edhe skena politike ma shumë prej debateve. Nivel lokal po arrim këtë gjë, nivel lokal, edhe po ka qenë shembullore, po nivel nacional jemi shumë brapa. Jo vetëm kandidatë. Ju keni qenë gatshëm të përballur. Natyrisht, do besoj që do t'i bëni mirë edhe skenës politike, sepse edhe me ekipe, jo veç vetë. Le të mbledhemi me ekipe. Le të mbledhi 5-6 njerëz që ekipit që do të qeverisësh dhe na të dëgjojnë. Po tani, ai që shon, ai që ka mendjen të ofendimit, ai nuk ka mendjen të debatin, nuk e don debatin. Aty është humbs tani. Pra propaganda nuk e don debatin, se debati çmendon propagandën.